Nëse i ke këto 4 cilësi, dije se Allahu të do. 1. Suksesi në adhurim. Nëse Allahu të ka dhënë sukses në bindje ndaj tij, ta ka lehtësuar faljen e namazit dhe ta ka bërë të dashur përmendjen e tij, atëherë dije se ai të do. 2. Urrejtja e mëkatit. Nëse kur gabon nuk je i qetë, por ndjen ngushtim dhe menjëherë nxiton të pendohesh tek Zoti, edhe kjo është shenjë se Allahu të do. 3. Durimi në sprova. Kur Allahu e do një rob, e sprovon për ta pastruar dhe për t'ia ngritur gradat. Nëse kur sprovohesh, bën durim dhe shpreson shpërblimin tek Zoti, edhe kjo është shenjë se Allahu të do. 4. Pranimi tek njerëzit. Nëse Allahu të ka bërë të dashur në zemrat e njerëzve, edhe kjo është shenjë e dashurisë së tij ndaj teje. Nëse i gjen këto shenja tek vetja jote, falenderoje Zotin. Allahu ju dash të gjithëve.